Mes buzëqeshjeve të stërvitura dhe kamerave gati, një fëmijë guxon të ëndërrojë për një vend ku kur nuk ishte ftuar. Ajo e ka përcen kufirin e fantazisë me guximin e asaj që kërkon vetëm të shihet. Dhe ajo që ndodh më pas, ndryshon gjithçka përballë një turme të heshtur. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni, dhe tani vazhdojmë. Qendra tregtare Çege në Tiranë ishte në formën e saj më të shkëlqyer atë dhjetor, ku çdo korridor shndërrohej në një galeri ëndrash të ndriçuara. Vitrinat konkuronin me njëra tjetrën se cila shkëlqente më shumë, cila premtonte më shumë lumturi të mbështjellë me letër dhuratash. Por spektakli i vërtet ndodhte në katin e dytë, ku një mark veshjesh për fëmijë kishte ngritur një skenë krishtlindjesh që dukej sikur ishte shkëputur direkt nga një reklamë amerikane, borë artificiale që binte në flokë perfekte. Një slitë e kuqe dhe e artë e rrethuar nga pisha të dekoruara, këngë të lehta që mbushnin ajrin me premtime magjie dhe në qendër të gjithçkaje, një babagjysh me mjekër të patëmet, i rrethuar nga fëmijë të veshur si princër dhe princesha të vegjël. Fushata kishte një emër pompos, diçka si krishtlindjet e endrave, dhe ishte planifikuar në detajet më të vogla nga një ekip marketingu që paguaj shtrenjtë për çdo sekond emocioni të fabrikuar. Gjithçka aty ishte llogaritur për të gjeneruar angazhimin maksimal në rrjetet sociale, në mënyrë që nënat dhe baballarët të ndanin fotot e fëmijëve të tyre në atë skenë perfekte, duke e lidhur markën me pastërtinë e fëmijërisë dhe bujarinë e krishtlindjeve. Ishte një operacion miliona lekësh i maskuar si mirësi, dhe po funksiononte saktësisht siç ishte planifikuar. Askush nuk e dinte, por komandanti i vërtet i gjithë atij operacioni ishte aty, pak metra larg, duke vëzhguar gjithçka pa u vënë re. Artan Berisha nuk ishte tipi i burrit që shfaqej në fushata publicitare. Në moshën 43 vjeçare, ai preferonte prapaskenat, zyrat me ajër të kondicionuar të ftohtë ku vendosej fati i kompanive të tëra me një nënshkrim. Pronar i një grupi investimesh që kontrollonte dhjetëra marka, përfshirë atë që sponsorizonte krishtlindjet e endrave, Artani kishte reputacionin e një njeriu të ftohtë, metodik dhe të pamëshirshëm kur ishte e nevojshme. Punonjësit e tij e respektonin më shumë nga frika se sa nga admirimi, dhe konkurrentët e tij e dinin se të përballeshe me të ishte gjithmonë një rrezik i llogaritur. Atë pasdite të shtune, ai ishte veshur qëllimisht thjesht, gjinse të errëta, këmishë e bardhë pa markë të dukshme, atlete diskrete. Donte të shite fushatën duke funksionuar pa prania e tij të ndryshonte sjelljen e ekipit. Donte të dhëna reale, reagime të vërteta, shifra që mund të shndërroheshin në raporte performance. Artani nuk besonte në magjinë e krishtlindjeve, aq më pak në mirësinë falas. Për të, gjithçka ishte strategji, investim, kthim. Dhe ishte aty për të siguruar që paratë e tij po investoheshin mirë. Mbështetur në një nga kolonat e qendrës tregtare, ai vëzhgonte fotografin profesionist që organizonte fëmijët në grupe, rregullonte pozat, kërkonte buzëqeshje më të hapura, korrigjonte duart e vogla që i shpëtonin kuadrit perfekt. Burri ishte efikas, Artani duhej ta pranonte. Çdo foto dilte e patëmet, gati për t'u stampuar në materiale promocionale dhe rrjete sociale. Prindërit prisnin në radhë me shprehje ankthi, duke mbajtur celularët sikur ishin gati të dëshmonin diçka historike. Fëmijë të veshur mirë, të krejur mirë, të sjellshëm. Gjithçka sipas skenarit. Atëherë e pa për herë të parë. Nga ana tjetër e kangjellave dekorative që kufizonin hapësirën e fushatës, një vajzë e vogël vëzhgonte gjithçka me një intensitet që dukej jo proporcional për madhësinë e saj. Duhet të ishte rreth 8 ose 9 vjeç, ndoshta më pak, ishte e vështirë të thuaj. Flokët e errët i kishte të shpupuritur, të lidhur në një bisht kali që kishte parë ditë më të mira. Rrobat ishin të pastra, por të vjetruara, lloji i kompletit që kalon nga dora në dorë derisa të mos ketë më pronar zyrtar. Këmbët i kishte të veshura me sandale plastike, të papërshtatshme për ajrin e kondicionuar të fortë të qendrës tregtare. Dhe sytë e saj, të mëdhenj dhe të errët, nuk puliteshin ndërsa ndiqnin çdo lëvizje brenda asaj skene të ndriçuar. Artani e vuri re vajzën rastësisht në një nga ato kthimet automatike të kokës që bëjnë kur diçka del nga standardi. Ajo ishte aq e palvizshme, aq e përqendruar, saqë dukej si një statuj mes fluksit të vazhdueshëm të njerëzve që qarkullonin nëpër korridor. Ai do ta kthente vëmendjen te fushata kur vuri re diçka në sytë e saj. Nuk ishte zili, nuk ishte zemërim, ishte diçka më e thellë dhe më e dhimbshme.
Ishte dëshirë e pastër për t'i përkitur, për të ekzistuar në atë skenë, për të qenë një nga ata fëmijë, prindërit e të cilëve regjistronin çdo buzëqeshje sikur të ishte gjëja më e çmuar në bollë. Dhe atëherë, pa e kuptuar saktësisht pse, Artani ndjeu një siklet të një orë t'i ngjitej në gjoks. Një ndjesi e vjetër, e ruajtur diku ku ai shmangte ta vizitonte. Tundi kokën, duke u përpjekur të përqendrohej te shifrat, te rezultatet, te metrika e shtrirjes që fushata po gjeneronte. Por sytë e tij vazhdonin të ktheheshin te vajza. Nga brenda skenës, një punonjëse e re gjithashtu e kishte vënë re praninë e vajzës. Anila ishte 24 vjeç dhe punonte si asistente eventesh, një nga ato punët e përkohshme që paguanin pak dhe kërkonin shumë. Ajo ishte aty që nga ora 7 e mëngjesit, duke ndihmuar në montimin e skenës, organizimin e radhave, shpërndarjen e numrave, duke u marrë me prindër të paduruar dhe fëmijë që qanin. Ishte e raskapitur, me këmbët që i dhimbnin brenda këpucëve të ngushta që koordinatoria kishte kërkuar që të gjitha punonjësit t'i vishnin, por diçka në shprehjen e asaj vajze preku një tel të ndjeshëm brenda saj. Anila e njihte atë vështrim. Kishte qenë edhe ajo një fëmijë i varfër, e rritur nga gjyshja në një lagje periferike të Tiranës, duke e ditur që herët se bota kishte vende ku ajo nuk ishte e mirë pritur. Kishte mësuar të bëhej e vogël, e padukshme, për të mos bezdisur, për të mos u dëbuar nga vendet e bukura ku ndonjëherë aventurohej vetëm për të ndjerë si ishte të ishe në anën tjetër. Dhe tani, duke parë atë vajzë që vëzhgonte fushatën e Krishtlindjeve me atë përzierje magjepsieje dhe dhimbjeje, Anila ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Ajo do të afrohej, do të përpiqej të niste një bisedë, ndoshta t'i ofronte një çokoladë që e kishte ruajtur në xhep, kur koordinatorja e fushatës, Valbona, u shfaq pranë saj me bllokun në dorë dhe një shprehje që nuk pranonte devijime nga protokolli. Valbona ishte 38 vjeç, një karrierë e ndërtuar mbi bazën e efikasitetit të patëmet dhe zero tolerancës për improvizime. Për të, ajo fushat ishte një vitrinë personale, një shans për të impresionuar drejtuesit e grupit të investimeve dhe për të siguruar kontrata të ardhshme edhe më fitimprurse. Çdo detaj ishte planifikuar, çdo foto ishte miratuar paraprakisht, çdo fëmijë ishte përzgjedhur përmes një audicioni rigoroz. Nuk kishte vend për spontanitet, aq më pak për bamirësi të keq planifikuar. Por vajza, me sa duket, nuk i njihte rregullat. Kur fotografi njoftoi se do të bënte një raund tjetër fotosh sepse drita ishte perfekte, vajza mori guxim. Artani pa gjithçka nga vendi ku ishte, ajo mori frym thellë, shiu duart të rrobat sikur po përgatitej për diçka të rëndësishme dhe filloi të ecte ngadalë drejt skenës. Hapat e saj ishin hezitues, por të vendosur. Ajo kaloi kangjellat dekorative, injoroi vështrimet e disa prindërve që e vunë re dhe shkoi drejt te stoli ku fëmijët e tjerë ishin tashmë të pozicionuar. U ul në cep, fare në anë, duke zënë hapësirën më të vogël të mundshme. Rregulloi flokët me duar, sforcoi një buzëqeshje që përpiqej të imitonte atë të fëmijëve të tjerë dhe qëndroi aty, duke pritur që askush të mos e vinte re. Duke pritur që fotografi thjesht të shkrepte dhe ajo të mund ta kishte atë moment të regjistruar, atë provë se edhe ajo ishte pjesë e botës. Për disa sekonda, u duk se do të funksiononte. Fotografi ishte i përqendruar duke rregulluar aparatin, babagjyshi shikonte përpara me buzëqeshjen e tij profesionale, fëmijët e tjerë ishin shumë të shpërqendruar për t'u shqetësuar. Anila e pa dhe deshi të besonte se do të lejoj, se askush nuk do ta vinte re, se vajza do të arrinte të bënte foton e saj të Krishtlindjeve. Por Valbona e vuri re. Dhe fotografi e vuri re. Zëri i tij preu ajrin si një te i ftohtë. Hej! Kush e la këtë vajzë të futej këtu? Tingulli i muzikës së Krishtlindjeve vazhdoi, por pa pritur u duk ironik, pothuajse mizor. Të gjitha kokat u kthyen. Prindërit shikuan me një përzierje habie dhe sikleti. Disa nga fëmijët në stol filluan të largoheshin instinktivisht, sikur prania e vajzës mund t'i kontaminonte në një farë mënyre. Vajza u përpoq të shpjegonte, zëri i saj dilte i dridhur dhe i ulët. Unë vetëm doja të rija këtu në cep, nuk do t'ju pengoj, ju premtoj. Por fotografi tashmë po afrohej, tashmë po e hiqte nga stoli me një dorë të fortë në krahun e saj, jo me dhunë të hapur, por me atë ashpërsi që dhem më shumë nga brenda se sa nga jashtë. Kjo është një fushat profesionale, jo lulishte publike. Po e bën pis skenën. Zëri i tij ishte i lartë, performues, sikur duhej që të gjithë ta dëgjonin dhe të kuptonin se ai thjesht po bënte punën e tij, duke mbrojtur standardin, duke ruajtur cilësinë.
Anila bëri një hap përpara, zemra i rrite me shpejtësi, duke dashur të ndërhynte, por Valbona e preu me një vështrim të mprehtë dhe një përshpëritje të ashpër, qëndron në vendin tënd. Ky nuk është problemi yt. Ne kemi protokoll për këto situata. Baba Gjyshi, një aktor 60 vjeçar i quajtur Gëzim që e bënte atë punë prej dekadash, ishte qartësisht në siklet. Ai shikoi Valbonën duke kërkuar udhëzim, por ajo thjesht bëri një gjest që ai të vazhdonte të buzëqeshte dhe të mos përfshihej. Vajza u vendos jashtë kangjellave dekorative, pikërisht aty ku kishte filluar, vetëm se tani me lot që filluan t'i formoheshin në sy dhe një turp që i diqte në fytyrë. Ajo përpiqej të mbante të qarat, kafshonte buzën e poshtme me forcë, sepse e dinte se të qaje në publik ishte t'u jepje më shumë municion atyre që tashmë po qeshnin me të përbrenda. Dhe atëherë fotografi, ndoshta duke dashur të justifikonte veprimin e tij para prindërve që vëzhgonin skenën me shprehje të ndryshme, lëshoi fjalinë që do të ishte shkëndija e gjithçkaje që do të vinte më pas. Baba Gjyshi nuk bën foto me të gjithë. E dashur, duhet ta meritosh, kupton? Ky vend nuk është për këdo. Fjalia bëri jehon. Jo vetëm në veshët e vajzës, por në të gjitha cepat e asaj hapësire. Disa prindër ulën syt të turpëruar. Një fëmijë e pyeti nënën pse e hoqën vajzën dhe nëna thjesht mërmëriti diçka për rregullat dhe vazhdoi të shikonte celularin. Baba Gjyshi mbylli syt për një sekond, qartësisht i penduar që ishte aty. Anila ndjeu lotët të fillonin t'i formoheshin, por gëlltiti pështymën dhe qëndroi e palëvizur, e bindur, e pafuqishme. Dhe Artan Berisha, njeriu që kishte ndërtuar një perandori të tërë mbi shifra të ftohta dhe vendime racionale, ndjeu diçka brenda tij të thyej. Sepse atë fjali ai e kishte dëgjuar më parë. Jo me këto fjalë të sakta, por me të njëjtin helm, të njëjtën mizori të maskuar si rregull social. E kishte dëgjuar kur ishte fëmijë, kur ende quhej thjesht Artan, pa mbiemra të përbër apo grupe investimesh në emrin e tij. E kishte dëgjuar në një vit të ri shumë kohë më parë, kur ai dhe nëna e tij u përpoqën të hynin në një festë bamirësie të një kishe dhe u ndaluan në derë sepse nuk ishin me rrobat e duhura. E kishte dëgjuar kur një burr me kostum, i ngjashëm me atë që ishte ai sot, e shikoi me përbuzje dhe tha diçka për vendin e të varfërve dhe respektin për hierarkinë. Artani e kishte varrosur atë kujtim aq thellë sa që as nuk e dinte se ende ekzistonte. Kishte ndërtuar sukses, para, pushtet, gjithçka për të mos qenë më kurrë ai djalë. Ishte bërë saktësisht lloji i personit që një ditë e kishte poshtëruar, dhe tani po shihte skenën të përsëritej, e financuar nga ai vetë, në emër të tij, me paratë e tij. Ai filloi të ecte. Këmbët e tij lëvizën para se koka e tij të mund të llogariste pasojat. Kaloi korridorin, kaloi njerëzit që qarkullonin të shpërqendruar, hyri në hapësirën e fushatës pa kërkuar leje. Koordinatorja Valbona ishte e para që e vuri re, dhe kur sytë e saj njohën fytyrën e tij, i gjithë gjaku dukej se ju tërhoq nga fytyra. Ajo njihte çdo foto të drejtuesve të grupit të investimeve, kishte studiuar organigramën e kompanisë si dikush që studion për një provim jete a vdekjeje. Zoti Berisha, përshpëriti ajo, dhe kjo mjaftoi që fotografi dhe punonësit e tjerë të kuptonin se diçka shumë serioze ishte gati të ndodhte. Por Artani nuk shikoi asnjërin prej tyre fillimisht. Ai shkoi drejt aty ku ishte vajza, jashtë kangjellave, ende duke u përpjekur të mbante lotët, ende duke u përpjekur të ishte e padukshme. Ai ul në gjunjë në lartësinë e saj, pa e prekur, duke respektuar hapësirën e dikujt që ishte prekur tashmë në mënyrë shumë agresive atë ditë. Si e ke emrin? Zëri i tij doli më i butë se sa e kishte menduar, më njerëzor se sa kishte qenë vitet e fundit. Vajza e shikoi me dyshim, sikur çdo përgjigje mund të ishte një kurth tjetër. Por diçka në sytë e tij, ndonjë hije e vjetër dhimbje e të njohur, bëri që ajo të përgjigjej me një fije zëri, Besa. Besa, përsëriti ai, dhe emri dukej se kishte peshë, histori, dinjitet. Doje të bëje një foto me Baba Gjyshin? Ajo pohoi me kokë, e pa aftë të artikulonte fjalë pa u shpërbër përfundimisht. Artani mori frym thellë, u ngrit dhe u kthye për t'u përballur me të gjithë ekipin e fushatës. Valbona ishte e zbeth. Fotografi kishte bërë 2 hapa prapa. Anila vëzhgonte gjithçka me zemrën që i rrite me shpejtësi, pa e kuptuar ende se çfarë po ndodhte, por duke ndjerë se ishte diçka e madhe. Dhe atëherë Artan Berisha bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë në gjithë karrierën e tij. Ai vuri humanizmin mbi fitimin. Dua emrin e plot të këtij fotografi dhe kontratën e tij mbi tavolinën time brenda 1 ore.
Dua që burimet njerëzore të paraqiten këtu menjëherë. Dua të kuptoj se çfarë lloj protokolli lejon që një fëmijë të poshtërohet publikisht në një fushatë që unë e kam financuar. Zoti Berisha, ne thjesht ndoqëm udhëzimet, u përpoq të shpjegonte Valbona, zëri i saj po dridhej. Audicioni u miratua, fëmijët u përzgjodhen, ne kemi standarde cilësie. Ai e preu me një ftohtësi që ajo e njihte mirë, por tani e drejtuar kundër saj, atëherë standardi juaj i cilësisë është i sëmur. Dhe nëse ti mendon se të poshtërosh një fëmijë është pjesë e një protokolli të pranueshëm, ti je në punën e gabuar. Heshtja që pasoi ishte aq e dendur sa që dukej solide. Disa prindër filluan të filmonin me celular. Punonjes të qendrës tregtare u afruan, kureshtar. Vajza Besa vëzhgonte gjithçka pa e kuptuar mirë, ende duke pritur të dëbohej përsëri në çdo moment. Por Artani nuk kishte mbaruar. Ai kërkoi mikrofonin e produksionit, atë që përdorej për të bërë njoftime dhe për të organizuar radhët. Valbona I dha me duar të dridhura. Dhe para 10 njerëzve që tani I kushtonin vëmendje të plot, ai bëri një njoftim që askush nuk e priste. Kjo fushat u krijua për të festuar Krishtlindjet, por sapo harruam se çfarë do të thotë vërtet Krishtlindja. Askush këtu, askush në këtë qendër tregtare, askush në këtë qytet, nuk ka të drejtë të vendosë se kush e meriton apo jo një foto, kush e meriton apo jo një moment lumturie. Nëse kjo fushat nuk ka vend për të gjithë fëmijët, atëherë nuk ka vend për asnjë fëmijë. Disa duar trokitje të ndrojtura filluan. Një nën fshiu syt fsheu razi. Anila ndjeu gjoksin t'i shtrëngohej nga emocioni. Ai pastaj u kthye nga Besa dhe I zgjati dorën, Eja. Ti do të jesh e para në foton tjetër. Dhe ajo, ende pa besuar plotësisht, e kapi për dore dhe u la të udhëhiqej përsëri në sken, përsëri në stol, përsëri në vendin nga ku ishte shkulur me aq mizori. Vetëm se këtë herë, ajo do të vendosej pikërisht në qendër. Pikërisht pranë baba gjyshit. Dhe e gjithë bota do ta shihte. Besa ul në stol pikërisht pranë baba gjyshit dhe burri pas kostumit, gëzimi, bëri kujdes t'i vendoste dorën në shpatull me një butësi që vinte nga zemra, jo nga skenari. Ai kishte 3 mbesa të moshës së saj dhe dinte ta njihte shkëlqimin e dikujt që ishte lënduar dhe po përpiqej të besonte se diçka e mirë mund të ndodhte ende. Fëmijët të tjerë u ftuan të bashkoheshin në foto dhe këtë herë, ndryshe nga përzgjedhja e mëparshme, nuk pati audicion, nuk pati gjykim. Ishin thjesht fëmijë, disa të veshur mirë, të tjerë jo aq, të gjithë duke ndarë atë moment që kishte filluar si publicitet dhe ishte shndërruar në diçka që askush nuk e kishte planifikuar. Artani bëri një hap prapa, duke vëzhguar fotografin që tani ishte qartësisht nervoz, duke rregulluar aparatin me duar më pak të sigurta se më parë. Ai e dinte se po filmohej nga 10 celular, e dinte se ai moment do të bëhej viral para se të mbaronte pasditja, e dinte se departamenti I marrëdhënieve me publikun I grupit të investimeve do të hynte në panik. Por për herë të parë në shumë vite, Artanit nuk I interesonte planifikimi strategjik. Për herë të parë, ai po vepronte nga një impuls I pastër njerëzor, dhe kjo ishte sa e tmerrshme, aq edhe çliruese. Kur blici shkrepi, duke kapur Besën duke buzëqeshur vërtet për herë të parë atë pasdite, diçka ndryshoi në ajër. Prindërit që kishin shikuar me përbuzje pak minuta më parë, tani dukeshin në siklet me reagimin e tyre fillestar. Disa nëna fshinin syt fsheu razi. Një baba I mërmëriti gruas diçka për t'i rritur fëmijët me më shumë empati. Dhe Anila, asistentja e eventeve që kishte dashur të ndihmonte por nuk kishte pasur guxim, më në fund I la lotët të rridhnin, sepse ndonjëherë të dëshmosh mirësinë dhemb po aq sa të dëshmosh mizorinë. Artani kërkoi që edhe Anila të hynte në foto, dhe ajo refuzoi disa herë, por ai këmbënguli me një vendosmëri që nuk pranonte refuzim, ti u përpoqe të bëje gjën e duhur. Kjo meriton të njihet. Dhe kështu Anila, me uniformën e zhubravitur dhe sytë e kuq, qëndroi pranë Besës dhe të dyja u pan me një mirëkuptim të heshtur të atyre që e dinë se çdo të thotë të jesh I padukshëm. Kur sesioni I fotove mbaroi dhe njerëzit filluan të shpërndaheshin, disa ende duke filmuar, të tjerë duke komentuar me zë të ulët, Artani kuptoi se kishte krijuar një situatë që shkonte shumë përtej një veprimi të mirë të izoluar. Besa vazhdonte të ishte aty, duke mbajtur dorën e Anilës, duke e parë atë me një shprehje që përziente mirënjohjen dhe frikën, sikur priste që në çdo moment ai t'i thoshte se gjithçka kishte qenë një shaka mizore.
Valbona u afrua, bloku tani i shërbente si mburoj kundër pasigurisë së saj. Zoti Berisha, duhet të flasim për hapat e ardhshëm, se si do ta menaxhojmë këtë situatë në rrjetet sociale për pozicionimin e markës. Ai e preu me një gest dore, më vonë. Tani duhet të flas me nënën e kësaj vajze. Besa reagoi menjëherë, i gjithë trupi ju ngurtësua. Mami im është në punë. Ajo nuk mund të vijë këtu. Artani ul përsëri në gjunjë, duke e parë drejt për drejt. Nuk do t'i krijoj probleme mamas tënde, Besa. Thjesht dua të sigurohem që je mirë, që ke ku të kthehesh, që je e sigurt. Vajza hezitoi, pastaj pohoi ngadalë me kokë. Ajo pastron zyra, del vetëm natën. Ne banojmë aty afër, në një pallat në rrugën prapa qendrës tregtare. Në rregull, tha Artani, dhe atëherë diçka brenda tij, një pjesë që ai mendonte se kishte vdekur shumë kohë më parë, mori një vendim pa u konsultuar me tabela apo analizë. Do të hash diçka? Ka një zonë ushqimore këtu. Mund të presim derisa mamaja jote të dalë nga puna. Besa shikoi Anilën duke kërkuar miratim dhe punonisja e re pohoi me një buzëqeshje të lodhur por të sinqertë. Ata shkuan së bashku, të tre, duke formuar një treshe të pamundur, milioneri i maskuar si njeri i zakonshëm, asistentja e eventeve që kishte një turn të pafund përpara, por nuk donte ta humbiste atë moment. Dhe vajza që një orë më parë ishte trajtuar si pleher dhe tani po ecte pranë njerëzve që e trajtonin si njeri. Ndërsa u ulën në një tavolinë në zonën ushqimore, me Besën që glabëronte një hamburger sikur nuk kishte ngrënë siç duhet prej ditësh, Artani filloi të kuptonte dimensionin e asaj që kishte bërë. Celulari i tij nuk pushonte së vibruari. Mesazhe nga zyra e shtypit, nga drejtoria e marketingut, nga këshilli administrativ. Ai shikoi ekranin dhe pa që videoja e ndërhyrjes tashmë po qarkullonte me tituj dramatik. Milioneri po shtëron fotografin që dëboi fëmijën e varfër nga fushata e krishtlindjeve. Shikimet rriteshin me çdo sekond që kalonte. Por kishte edhe një lloj tjetër mesazhi. Nga një numër që ai nuk e kishte ruajtur, por e njihte. Teuta. Ish gruaja e tij, gruaja me të cilën kishte qenë i martuar për 8 vjet dhe që e kishte lënë pikërisht sepse ai ishte bërë, sipas fjalëve të saj, një burr pa zemër që dinte vetëm të konvertonte emocionin në fitim. Ajo i kishte dërguar një video të skenës në qendrën tregtare me vetëm një fjali, pra, ende ekziston një Artan në gjithë atë parzmore? Ai bllokoi ekranin e celularit dhe e ktheu vëmendjen te Besa, e cila tani pinte pije freskuese dhe shikonte rreth e rrotull zonës ushqimore sikur ishte në një vend magjik. Anila, e ulur pranë saj, po i shpjegonte se si funksiononin lodrat në këndin e fëmijëve në katin e sipërm, dhe Besa dëgjonte me një vëmendje aq intensive saqë Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngohej përsëri. Më trego diçka, Besa, tha ai kur ajo mbaroi së ngrëni. Pse deshe kaq shumë të hyje në atë foto? Vajza fshiu gojen me pecet dhe qëndroi në heshtje për një moment, sikur po zgjidhte fjalët e duhura. Sepse unë kur nuk kam pasur një foto krishtlindjesh. Mami im nuk ka celular të mirë, ne nuk kemi aparat fotografi. Dhe unë pash të gjithë duke bërë foto aty, të gjithë të lumtur, të gjithë me kujtime, dhe mendova se nëse do të arrija të hyja në një foto, edhe pse në cep, do të ishte provë se edhe unë ekzistoj, e kupton? Se edhe unë jam fëmijë, se edhe unë mund të kem krishtlindje. Artani ndjeu diçka të këputej brenda tij. Nuk ishte keqardhje, ishte njohje. Sepse ai e dinte saktësisht se çfarë ishte ajo uri për të provuar se ekziston, për të pasur dëshmi fizike se ke rëndësi, se nuk je thjesht një hije që njerëzit e injorojnë në rrugë. Anila fshinte sytë fshehurazi dhe Artani kuptoi se edhe ajo e kuptonte, se edhe ajo kishte historitë e saj të padukshmërisë. Atëherë një grua ju afrua tavolinës e ndrojtur duke mbajtur celularin sikur të ishte një armë e rrezikshme. Më falni, zotëri, filloi ajo, zëri i dridhej. E pash çfarë ndodhi atje poshtë. Isha në radhë me vajzën time dhe nuk bëra asgjë kur ai burri e hoqi vajzën nga fotoja. Ndihem shumë keq për këtë. Thjesht doja të thoja se ju bë të gjën e duhur. Artani nuk dinte çfarë të përgjigjej, kështu që thjesht falenderoi me një tundje koke. Por gruaja vazhdoi, e postova videon në rrjetet e mia sociale. Vajza ime ka shumë ndjekës. Mendoj se kjo do të ndihmojë në përhapjen e mesazhit. Kur ajo u largua, Anila shikoi Artanin me një shprehje të shqetësuar. E kuptoni që kjo do të bëhet shumë e madhe, apo jo? Që të gjithë do të duan të dinë kush jeni ju, kush është Besa, si vazhdon historia. Artani pohoi ngadalë me kokë.
Ai njihte mekanizmat e viralizimit, e dinte se si një histori e mirë konsumohej nga publiku me një pangopsi që mund të ngrinte lart, por edhe të shkatëronte. Dhe papritur, ai kuptoi rrezikun e vërtet, Besa do të bëhej publike. Jeta e saj, historia e saj, cenueshmëria e saj, gjithçka do të ekspozohej. Besa, tha ai, duke marrë dorën e saj të vogël mes të tijave, e kupton që shumë njerëz do ta marrin vesh për atë që ndodhi sot, që do të duan të intervistojnë, të bëjnë foto, të dinë për jetën tënde? Vajza rudhi ballin, e hutuar. Pse? Unë thjesht hyra në një foto. Sepse ti preke një temë që i bezdis shumë njerëz, shpjegoi Anila me kujdes. Ti tregove se ndonjëherë njerëzit janë të këqij pa e kuptuar, se ndonjëherë ne i përjashtojmë të tjerët dhe mendojmë se gjithçka është në rregull. Dhe tani një mori njerëzish do të duan të tregojnë se nuk janë ashtu, se u intereson, se janë ndryshe. Artani shtoi, dhe kjo mund të jetë e mirë, por mund të jetë edhe shumë e vështirë. Njerëzit do të duan të shndërrojnë në simbol, në histori suksesi, dhe ndonjëherë do të harrojnë se ti je thjesht një vajzë që donte një foto krishtlindjesh. Besa e përpunoi këtë në heshtje, dhe pastaj pyeti diçka që asnjëri prej tyre nuk e priste. Po ti? Pse më ndihmove? Ti je pronari i gjithçkaje këtu, apo jo? Të gjithë u frikësuan kur të panë. Pse u shqetësove ti? Pyetja ishte e thjeshtë, e drejtë për drejtë, e sinqertë. Dhe Artani nuk kishte përgjigje të përgatitur, nuk kishte fjalim për marrëdhëniet me publikun, nuk kishte strategji. Kështu që ai tha të vërtetën, diçka që nuk e kishte thënë prej vitesh, sepse kur isha i vogël, pak a shumë në moshën tënde, dikush më hoqi edhe mua nga një vend ku doja të isha. Dhe më dhemb në një mënyrë që nuk e harrova kurrë. Dhe kur të pash ty duke u hequr nga ajo foto, ishte sikur po shija veten time. Besa studioi fytyrën e tij për një moment të gjatë dhe pastaj tha diçka që Artani do ta mbante me vete për gjithë jetën, por ti u bëre i pasur. U bëre i fuqishëm. Si e le veten të bëheshe si njerëzit që të lënduan? Pyetja ishte si një grusht në stomak. Anila mbajti frymën. Dhe Artani, për herë të parë në dekada, nuk pati përgjigje. Sepse vajza kishte të drejtë. Në një moment mes fëmijës së poshtëruar që kishte qenë dhe biznesmenit të pamëshirshëm që ishte bërë, Artani kishte kaluar një vit dhe ishte bërë saktësisht lloji i personit që një ditë e kishte bërë të vuante. Ai do të përpiqej të përgjigjej kur i ra celulari Anilës. Ishte Valbona, koordinatorja e fushatës, duke kërkuar që ajo të kthehej menjëherë në punë. E reja shikoi Artanin, e dyzuar, por ai i bëri shenjë që të përgjigjej. Më duhet të shkoj, tha Anila, qartësisht e frustruar. Por a mund t'ju lë numrin tim? Dua të di nëse Besa është mirë. Artani e shënoi numrin dhe kur Anila u ngrit për të ikur, Besa e përqafoi me një forcë që dukej jo proporcionale për atë trup të vogël. Faleminderit që deshe të më ndihmoje atje, përshpëriti vajza dhe Anila ndjeu lotët të ktheheshin. Kur mbetën vetëm, Artani dhe Besa u pan mbi tavolinën plot me ambalazhe boshe. Qendra tregtare vazhdonte lëvizjen e saj frenetike rreth tyre, por aty, në atë tavolinë, ishte sikur ekzistonte një flusk heshtjeje ku pyetjet e vështira duhej të merrnin përgjigje. Nuk e di nëse mund ta ndryshoj atë që jam bërë, tha më në fund Artani. Por e di që nuk dua që ti të kalosh atë që kalova unë dhe të bëhesh ajo që u bëra unë. Nuk e di ende si do ta bëj këtë, por do të përpiqem të mbroj nga ajo që po vjen. Besa anoi kokën, kurioztare, nga ajo që po vjen? Nga njerëzit që duan të përdorin për t'u dukur të mirë. Nga njerëzit që duan të bëjnë foto me ty për të fituar pëlqime. Nga kompanitë që duan të shndërrojnë në reklam. Nga i njëjti sistem që të hodhi jashtë, duke u kthyer për të kërkuar vetëm sepse tani tërheq vëmendje mediatike. Vajza mendoi për një moment dhe pastaj pyeti, po ti? Edhe ti do të më përdorësh? Sinqeriteti i saj ishte brutal dhe i nevojshëm. Artani mori frym thellë, nuk e di, Besa. Shpresoj që jo. Por unë jam mësuar gjithë jetën se gjithçka është transakcion, se gjithçka ka një qëllim, se mirësia është investim. Kështu që nuk e di nëse mund të ndihmoj pa pritur asgjë në këmbim. Dhe kjo më frikson. Besa pohoi ngadalë me kokë, sikur po kishte të bënte me një të rritur të sinqert për herë të parë në jetë. Të paktën po thua të vërtetën. Shumica e të rriturve i gënjejnë fëmijët duke menduar se ne nuk e kuptojmë. Ata qëndruan aty për 2 orë të tjera, duke biseduar për gjëra të vogla dhe të mëdha në të njëjtën kohë.
Besa tregoi për nënën e saj, Fatimen, e cila punonte në 3 punë të ndryshme dhe prapse prap mezi arrinte të paguante qiran e dhomës që ndanin në një shtëpi të vjetër me obor të përbashkët. Tregoi për shkollën publike ku shkonte kur nuk i duhej të mungonte për të ndihmuar nënën. Tregoi për ëndrrën për të pasur një krevat vetëm për vete, të mos e ndante me nënën, të kishte një vend ku mund të ruante vizatimet e saj pa u zhubravitur. Artani dëgjonte dhe po kuptonte se si kishte humbur kontaktin me realitetin e shumicës së njerëzve. Ai jetonte në një apartament 400 metra katror pranë liçenit artificial, kishte 3 makina, udhëtonte jashtë vendit çdo muaj. Dhe aty ishte një vajzë 9 vjeçare, ëndra më e madhe e së cilës ishte të kishte një krevat individual. Kur celulari i Artanit ra për herë të 20, ai më në fund u përgjigj. Ishte Iliri, krahu i tij i djathtë në grup, drejtor operacionesh dhe mik i vjetër. Zëri i tij ishte i tensionuar. Artan, duhet të kthehesh në zyrë. Situata po del jashtë kontrollit. Ka 3 kanale televizive që duan intervistë ekskluzive. Këshilli është mbledhur dhe do të kuptoj se çfarë dreqin ke bërë. Teuta ka marrë në telefon këtu duke thënë se duhet të flas me ty dhe ka një djalë, një këshilltar imazhi, Adrian Leka, që tashmë po ofrohet të bëjë menaxhimin e krizës së fushatës. Ai do ta shndërrojë këtë në një aksion afatgjatë të përgjegjësisë sociale. Artani mbylli syt, duke ndjer makinën korporative që tashmë po lëvizte për të shndërruar një moment njerëzor në mundësi tregu. Nuk do ta shndërroj këtë në marketing, Ilir. Nga ana tjetër e linjës, një pauzë domethënëse. Artan, ti je biznesmen. Gjithçka që bën është marketing, dashur pa dashur. Çështja është nëse do ta kontrollosh ti narrativën apo do t'i lësh të tjerët ta kontrollojnë për ty. Biseda u ndërpre nga një zë femëror që thërriste, Besa. Vajza u ngrit me një kërcim dhe vrapoi drejt një gruaje rreth 35 vjeç, të dobët, me radhë të zinj poshtë syve dhe uniform pastrimi ende në tru. Fatimia e përqafoi të bien me forcë dhe pastaj shikoi Artanin me një përzierje konfuzioni dhe dyshimi. Kush jeni ju, zotëri? Çfarë ka ndodhur? A është mirë Besa? Artani u ngrit duke i zgjatur dorën me respekt. Emri im është Artan Berisha. Ndodhi një situatë sot në fushatën e Krishtlindjeve që kompania ime sponsorizon. Vajza juaj u trajtua në mënyrë të papërshtatshme nga punonjes të jashtëm, dhe unë doja të sigurohesha që ajo ishte mirë para se të vinit ju. Fatimia ja shtrëngoi dorën, por nuk e lëshoi të bien. Besa, tani më e gjallëruar, filloi të tregonte gjithçka që kishte ndodhur, fjalët i dilnin të rëmbyra. Mami, unë hyra në foto me baba gjyshin. Dhe ishte një burr shumë i keq që më hoqi nga atje, por pastaj u shfaq Artani dhe tha që unë mund të rria, dhe të gjithë bën foto me mua, dhe ai më dha ushqim, dhe ishte kaq bukur, mami. Fatimia dëgjonte me një shprehje gjithnjë e më të mbyllur. Kur Besa mbaroi, ajo shikoi drejt për drejt Artanin, dhe çfarë doni në këmbim, zotëri? Pyetja ishte e ashpër, dyshuese, mbrojtëse. Artani njohu aty të njëjtën pyetje që kishte bërë Besa, vetëm se vinte nga dikush që kishte mësuar në mënyrën më të keqe se asgjë në jetë nuk është falas, veçanërisht kur vjen nga njerëz të pasur. Asgjë, tha Artani, dhe pastaj korrigjoi, jo, kjo është gënjeshtër. Nuk e di se çfarë dua. E di që nuk dua që vajza juaj të shfrytëzohet nga cirku që do të bëhet kjo. E di që dua të ndihmoj në një farë mënyre. Por gjithashtu e di se jam trajnuar gjithë jetën për ta shndërruar gjithçka në biznes, kështu që nuk i besoj as vetes në këtë moment. Sinqeriteti i tij brutal dukej se e çarmatosi pak Fatimen. Ajo psherti u thellë, dëgjoni, zoti Artan, ju falenderoj për atë që bëtë për vajzën time sot. Por ne kemi kaluar shumë, u kemi besuar njerëzve që premtuan të na ndihmonin dhe donin vetëm të dukeshin. Ne mbjetojmë në mënyrën tonë, pa i pasur borxh askujt. Kështu që, me gjithë respektin, ne do të vazhdojmë rrugën tonë. Artani pohoi me kokë, duke respektuar pozicionin e saj. Por para se ato të largoheshin, ai tha një gjë të fundit, e kuptoj dyshimin tuaj. Por Besën do ta kërkojnë ditët në vijim. Videoja e asaj që ndodhi po bëhet virale. Do të duan intervista, foto, do të duan ta shndërrojnë historinë e saj në lajm. Nëse keni nevojë për ndonjë mbrojtje, për dikë që t'ju mbrojë nga ky ngacmim, unë kam burime për këtë. Fatimia shikoi të bien, e cila dukej se nuk e kuptonte plotësisht dimensionin e asaj që po thoshte burri, dhe pastaj përsëri atë, do ta shohim. Mund t'ja lini kontaktin tuaj Besës.
Artani shënoi numrin e tij në një pecet dhe ia dha vajzës. Për çdo gjë, në çdo kohë, mund të telefonosh. Dhe Besa, tha ai, duke u ulur në gjunjë për herë të fundit, ti nuk ke nevojë t'i provosh askujt se ekziston. Ti ekziston sepse je këtu, sepse ndjen, sepse ke ëndra. Dhe asnjë fotograf idiot nuk mund të ta heqë këtë. Besa e përqafoi papritur, një përqafim i shpejt por intensiv, dhe pëshpëriti, faleminderit që më pe. Dhe ndërsa nën e bi largoheshin nëpër korridorin e qendrës tregtare, duke u zhdukur në turmën që vazhdonte kërcimin e saj konsumist të fundvitit, Artani mbeti aty i palvizur, duke ndier peshën e një përgjegjësie që nuk e kishte kërkuar por që tani e mbante. Sepse ajo vajzë kishte të drejtë. Ai ishte bërë saktësisht ajo që një ditë e kishte lënduar. Dhe tani, për herë të parë në shumë kohë, ai kishte shansin të zgjidhte të ishte ndryshe. Çështja ishte nëse kishte guxim për këtë. Dhe nëse bota rreth tij do ta lejonte. Të hënën pas episodit në qendrën tregtare, zyra e grupit të investimeve të Artanit ishte në kaos. Salla e mbledhjeve në katin e 15 ishte plot, drejtor marketingu, avokat, i gjithë departamenti i marrëdhënieve me publikun dhe në qendër të gjithçkaje Adrian Leka. Këshilltari i imazhit që ishte ofruar ta shndërronte krizën në mundësi. Adriani ishte një burr 40 vjeçar, me flokë të lyer me gjel, kostum të patëmet dhe një buzëqeshje që premtonte zgjidhje për çdo problem për sa kohë që çeku ishte mjaftueshëm i madh. Artan, filloi Adriani, duke hapur një prezantim në PowerPoint në ekranin e madh të sallës, ajo që ndodhi në qendrën tregtare ishte, pa dyshim, një moment delikat. Por delikatesa është gjithashtu mundësi. Ti e humanizove markën, krijove lidhje emocionale, gjenerove miliona shikime. Tani duhet ta kapitalizojmë këtë në mënyrë strategjike. Të kapitalizojmë, përsëriti Artani, zëri i ulët por i ngarkuar me diçka të rrezikshme. Ti do të kapitalizosh një fëmijë që poshtërohet dhe pastaj ndihmohet? Adriani nuk e humbi buzëqeshjen, jo në terma të thatë, sigurisht. Por mendo me mua, ne krijojmë një aksion afatgjat të përgjegjësisë sociale. Sponsorizojmë arsimimin e vajzës, krijojmë një fond për fëmijët në situatë të vështirë, bëjmë një fushat publicitare duke treguar se kompania jote interesohet vërtet për përfshirjen. Besa bëhet ambasadore e vogël e markës, shfaqet në evente, në reklama, gjithmonë me mbikëqyrje dhe brenda ligjshmërisë, sigurisht. Nëna e saj fiton një punë fikse në grup, ne I nxjerrim ato nga ajo situatë e pasigurt, të gjithë fitojnë. Dhe çfarë fiton Besa përveç se bëhet kukull e propagandës son? Pyeti Artani, dhe toni I tij bëri që disa drejtor të lëviznin në siklet në karriget e tyre. Adriani rregulloi kravatën, qartësisht pa pritur rezistencë. Ajo fiton një jetë më të mirë, Artan. Arsim, shëndet, mundësi që nuk do t'i kishte kur vetëm. Dhe po, në këmbim, ajo huazon imazhin e saj për një kauz që do të ndihmojë edhe fëmijë të tjerë. Është një marrëdhënie ku fitojnë të dyja palët. Iliri, drejtori I operacioneve, u përkul përpara. Artan, e kuptoj shqetësimin tënd, por Adriani ka të drejtë. Historia tashmë është bërë virale. Nëse nuk e kontrollojmë ne narrativën, të tjerët do ta bëjnë. Tashmë ka influencues që duan të intervistojnë vajzën, kanale televizive që ofrojnë para për ekskluzivitet. Nëse nuk hyjmë ne me një propozim serioz, ajo do të glabërohet nga njerëz shumë më të këqij se ne. Artani shikoi rreth tavolinës duke parë drejtues të paguar shtrenjtë që kishin kaluar gjithë karrierën duke mësuar të shndërronin emocionin në fitim, mirësinë në marketing, humanizmin në tregues performance. Dhe ai kishte qenë një prej tyre, kishte mësuar. Disa prej tyre e kishte ndërtuar atë perandori pikërisht mbi atë logjik. Por tani, I ulur në atë sallë të ftohtë me pamje nga parku I liçenit, gjithçka duke je sëmur. Do të mendoj, tha ai më në fund. Por askush nuk kontakton me Besën apo me nënën e saj pa kaluar më parë nga unë. Askush. Adriani hapi gojen për të argumentuar, por Artani tashmë po ngrihej, duke e mbyllur mbledhjen në mënyrë të njëanshme. Ndërsa dilte nga salla, ai dëgjoi përshpëritjet, e dinte se po pyesnin nëse po dobësohej, nëse po humbiste instinktin tregtar, nëse po lejonte emocionet të pengonin biznesin. Në ashensor, vetëm, Artani mbështeti kokën në murin me pasqyrë dhe mbylli sy. Celulari vibroi. Mesazh nga Teuta, duhet të flasim. Ka lidhje me atë që ndodhi në qendrën tregtare. Ka gjëra që duhet t'i dish për atë vit të ri që të ndryshoj. Ai e injoroi mesazhin, por sikleti mbeti.
Teuta njihte historitë të tij që askush tjetër nuk i dinte, sekretet e një të kaluare që ai e kishte rishkruar aq herë sa që as nuk e dinte më se cili ishte versioni i vërtetë. Dhe tani ajo po kthehej, siç kthehen gjithmonë fantazmat kur më pak i duam. Ndërkohë, në një dhomë 6 metra katror në një shtëpi të vjetër pranë rrugës së Kavajës, Fatimia shikonte celularin që ja kishte marrë huafqinjes dhe lexonte, për herë të 10, mesazhet që kishin filluar të mbërrinin. Gazetarë që donin intervista, njerëz që ofronin para për foto ekskluzive, marka që donin të sponsorizonin Besën në këmbim të paraqitjeve në evente. Dhe në mes të gjithçkaje, një mesazh që e bënte veçanërisht dyshuese, nga një grua që prezantohej si punonjëse sociale e qendrës tregtare, duke kërkuar të bënte një vizitë në shtëpi për të garantuar mirëqenien e fëmijës. Besa, e ulur në krevatin që e ndante me nënën, vizatonte në një fletore të vjetër, e pavetdijshme për stuhin që po formohej rreth saj. Ajo kishte ngjitur foton e fushatës së Krishtlindjeve në mur, pikërisht pranë krevatit, dhe e shikonte sa herë që zgjohej, si dikush që shikon një hajmali mbrojtëse. Mami, pyeti ajo pa i hequr syt nga vizatimi, pse ai burri i pasur ishte kaq i mirë me mua? Fatimia e fiku celularin dhe shkoi të ulej pranë së bijës, nuk e di, bija ime. Ndonjëherë njerëzit bëjnë gjëra të mira për arsye të mira. Ndonjëherë i bëjnë për arsye që ne nuk i kuptojmë ende. Por ti mendon se ai ishte i sinqert? Pyeti Besa, dhe pyetja kishte një peshë që shkonte përtej moshës së saj. Fatimia e përqafoi të bien, mendoi se ai ishte i sinqert në atë moment. Por ne nuk mund të besojmë se çdo moment do të jetë ashtu. Ne mund t'i besojmë vetëm njëra tjetrës, e kuptove? Besa pohoi me kokë, por vazhdoi të shikonte foton në mur. Kishte diçka tek ajo, në mënyrën se si Artani ishte ulur në gjunjë në lartësinë e saj, në mënyrën se si e kishte parë sikur ajo të ishte e rëndësishme. Që e bënte të donte të besonte se të rriturit mund të ishin të besueshëm. Por ajo gjithashtu kishte mësuar shumë herët se shpresa mund të ishte e rrezikshme. Të martën në mëngjes, Artani mori një telefonat nga një numër i panjohur. Ishte Fatimia, zoti Artan, më falni që ju telefonoj në celularin tuaj personal, por ka shumë njerëz që përpiqen të flasin me ne. Ka një grua që thotë se është punonjëse sociale dhe se duhet të na vizitoj sepse ka dalë në gazetë që Besa është fëmijë në situatë rreziku. Nuk di çfarë të bëj. Artani ndjeu zemërimin të ngjitej, mos i hapni derën askujt. Më jepni të dhënat e punonjëse sociale, unë do të verifikoj nëse është e lishme apo është dikush tjetër që do të shfrytëzoj situatën. Dhe më thoni diçka, keni nevojë për diçka urgjente? Ndonjë faturë të prapambetur, ndonjë problem që mund ta zgjidh pa e shndërruar këtë në cirk? Fatimia qëndroi në heshtje për një moment dhe Artani pothuajse mund ta ndjente konfliktin e saj të brendshëm, luftën mes krenarisë dhe nevojës. Kemi qiran e prapambetur, tha ajo më në fund, zëri i ulët. 2 muaj. Pronari po kërcënon se do të na nxjerrë në rrugë deri për vitin e ri. Sa? Pyeti Artani, tashmë duke hapur aplikacionin e bankës. 52.000 lekë çdo muaj, u përgjigj ajo, dhe Artani duhej të kontrollonte reagimin, sepse 104.000 lekë ishte më pak se sa shpenzonte ai në një dreg biznesi. Dhe për ato 2 gra ishte ndryshimi mes të pasurit apo jo një çati mbi kokë. Do ta zgjidh këtë sot, tha ai. Por me një kusht, ju pranoni që unë të punësoj një avokat për t'ju mbrojtur nga ngacmimi që po vjen. Nuk është për t'ju kontrolluar, është për t'ju mbrojtur nga njerëz keqdashës. Fatimia hezitoi, pastaj pranoi me një pëshertim të lodhur, në rregull. Por do t'ju a kthej, dëgjuat? Mund të jetë pak nga pak, por do t'ju a kthej. E di që do ta bësh, tha Artani, dhe për herë të parë në vite, ai bëri një transakcion financiar pa pritur kthim në fitim. Ndërsa zgjidhte situatën e qiras, Artani mori një telefonat tjetër. Teuta. Ai hezitoi, por u përgjigj, çfarë do? Zëri i saj doli i butë, pa tonin akuzues që ai priste, e pash videon, Artan. Të pash me atë vajzë. Dhe të njoha. Njoha djalin që ishe para se të vendosje se ndjenjat ishin dobësi. Nuk kam kohë për këtë bisedë, Teuta. Duhet të kesh, këmbënguli ajo. Sepse ka një grua që po përpiqet të më shes një histori për ty dhe atë vit të ri që të ndryshoj. Një far Valbone, koordinatorja e fushatës. Ajo është e zemëruar sepse ti e poshtërove në publik, po përpiqet të mbledh material për të njollosur imazhin tënd, për ta bërë të duket se ti e ndihmove vajzën vetëm për marketing.
Dhe ajo ka zbuluar gjëra, Artan. Gjëra të vjetra. Gjaku I tij ngriu. Valbona kishte akses në arkivat e grupit, kishte punuar në kompani mjaftueshëm gjatë për të njohur histori, kontrata, sekrete korporative. Nëse ajo ishte e gatshme të përdorte informacione të privilegjuara për t'u hakmarrë, situata mund të bëhej shumë e shëmtuar. Çfarë di ajo? Pyeti Artani, zëri I tensionuar. Ajo di se ti nuk je saktësisht ai që hiqesh. Se historia e njeriut që ja ka dalë vetë që ti shet ka disa boshllëqe. Dhe ajo është e gatshme të tregojë gjithçka nëse ti nuk gjen një mënyrë për të rehabilituar imazhin e saj. Artani e mbylli telefonin dhe menjëherë telefonoi departamentin ligjor. Por para se të mund të jepte udhëzime, celulari I tij ra përsëri. Ishte një numër që e njohu, I Fatimes, por po fliste Besa, zëri I trazuar, Artan. Ka një tufë njerëzish te dera e shtëpisë son. Ka kamera, ka njerëz që bërtasin emrin e mamas sime, mami im po qanë dhe unë kam frikë. Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi, Besa, dëgjo. Mbyll derën, mos ja hap askujt. Po vi aty tani. Qëndroje fort, unë do ta zgjidh këtë. Ai mori çelsat e makinës dhe doli nga zyra me vrap, duke injoruar Ilirin që përpiqej ta ndalonte në korridor. Në trafikun kaotik të Tiranës, Artani shante çdo semafor të kuq, çdo autobus që bllokonte korsin, çdo minutë që kalonte duke e ditur se Besa kishte frikë. Kur arriti te shtëpia e vjetër, skena ishte saktësisht kaosi që kishte imagjinuar. 3 furgon të televizioneve të ndryshme, fotograf, reporter me mikrofona, kureshtar që filmonin me celular. Ai çau rrugën me një autoritet që bëri turmën të tërhiqej, gjithë shkallëve të ngushta deri në katin e dytë, trokiti në derë, Fatime, Besa, unë jam, Artani. Dera u hap pak dhe kur ai hyri, pa Fatimen me sy të kuq dhe Besën të strukur në një cep, të përqafuar me një jastëk. Artani u ul në gjunjë para vajzës, më shiko mua. Je e sigurt? Nuk do të lë askënd të të lëndoj. Besa e shikoi me ata sy të mëdhenj plot frikë, pse duan kaq shumë të flasin me ne? Ne nuk kemi bërë asgjë të keqe. Sepse ti preke zemrën e shumë njerëzve, shpjegoi ai me kujdes. Por ka njerëz që duan të shndërrojnë në histori gazete, në titull kryesor, në klikime. Dhe unë nuk do t'i lë. Artani nxori celularin dhe bëri një telefonat. Ilir, më duhet siguri private tani. Adresa është rruga e Kavajës, numër 412. Dhe më duhet një apartament I mobiluar, I marrë me qira në emër të grupit, në një pallat me roje 24 orë. Për sot. Nga ana tjetër, Iliri u përpoq të argumentonte për procedurat, për miratimet, por Artani e preu, nuk po pyes, po urdhëroi. Bëje të ndodh. Fatimja, e cila kishte dëgjuar gjithçka, u afrua. Zoti Artan, ne nuk mund të pranojmë një apartament tuajin. Kjo tashmë po bëhet varësi e tepërt. Nuk është imi, tha Artani, duke e parë drejt për drejt. Është I kompanisë. Dhe nuk është dhuratë, është mbrojtje. E path se çfarë po ndodh këtu. Ju nuk keni si të jetoni në paqe në këtë vend. Në apartamentin e ri do të keni roje, siguri, privatësi. Dhe kur të kaloj kjo çmenduri, nëse doni të ktheheni këtu, mund të ktheheni. Por të paktën për tani, më lejoni të garantoj se jeni të sigurta. Besa tërhoqi dorën e nënës, mami, të lutem. Kam kaq frikë nga ai grumbull njerëzish atje poshtë. Dhe ishte kjo, frika në zërin e Sëbijës, që theu rezistencën e fundit të Fatimes. Ajo pohoi me kokë, lotët më në fund rridhnin lirshëm. Po atë pasdite, me ndihmën e rojeve private që Iliri I dërgoi me urgjencë, Artani arriti t'i nxirrte Fatimen dhe Besën nga shtëpia e vjetër pa I dhënë shtypit imazhe të dobishme. Apartamenti I përkohshëm ishte në një pallat diskret në njësin 5, 2 dhoma të thjeshta por të pastra, me mobilje bazike dhe një balkon të vogël me pamje nga qyteti. Kur Besa pas se do të kishte një krevat vetëm për vete, ajo shikoi nënën me një shkëlqim në sy që vlente më shumë se çdo kontratë milionere që Artani kishte mbyllur ndonjëherë në jetë. Vajza vrapoi dhe u hodh në krevat duke qeshur për herë të parë pas disa ditësh, dhe Fatimja më në fund lejoi që buzëqeshja të shfaqej në fytyrën e saj të lodhur. Artani po dilte, duke u dhënë privatësi të dyjave për t'u sistemuar, kur Besa vrapoi dhe e përqafoi për këmbësh. Faleminderit. Faleminderit që më pe. Faleminderit që nuk harrove. Ai u ul dhe e shikoi, nuk do të harroj kur, Besa.
por dua që të kuptosh diçka, bota atje jashtë do të dojë të përdor. Do të duan ta shndërrojnë historinë tënde në produkt. Dhe disa njerëz do ta bëjnë këtë duke u shtirur se po të ndihmojnë. Duhet të më premtosh se nëse dikush të ofron diçka, çfarëdo propozimi, do të më tregosh mua më parë. Mundesh? Besa pohoi me kokë, serioze, mundem. Por edhe ti duhet të më premtosh diçka. Çfarë? Pyeti Artani. Që nuk do të më përdorësh edhe ti që nëse unë bëhem e mërzitshme për ty, nëse nuk të shërbej më për atë që të duhet, do të më thuash të vërtetën, nuk do të zhdukesh thjesht. Sinqeriteti i saj i papërpunuar e preku thellë. Artani mbajti dorën e saj të vogël mes të tijave, të premtoi. Dhe nëse e thyi këtë premtim, ti ke gjithë të drejtën të më urresh. Besa studioi fytyrën e tij për një moment të gjatë, nuk do të urrej. Por do të mërzitem shumë. Dhe mendoj se edhe ti. Kur Artani doli nga pallati, gjeti Teutën duke pritur e mbështetur te makina e tij. Ajo ishte më e dobët, flokët më të shkurtër, por ende kishte atë mënyrë të shikuarit që shite përmes maskave që ai përdorte. Ti vërtet interesohesh për të, tha Teuta, nuk ishte pyetje. Nuk është aktrim. Po e ndjen vërtet. Artani hapi makinën, shumë i lodhur për zënka të vjetra, dhe kjo të habit më emocionon, korrigjoi ajo. Sepse unë kalova 8 vjet duke u përpjekur të bëja të ndjeje diçka të sinqert për një qenie tjetër njerëzore, dhe ishte një vajzë 9 vjeçare që ja doli në një ditë. Çfarë do, Teuta? Ajo këshertiu, të ndihmoj. Sepse Valbona nuk është vetëm në hakmarrjen e saj. Ajo është bashkuar me fotografin, atë që ti e poshtërove. Ata po ndërtojnë një narrativ se ti po e ndihmon vajzën vetëm për të pastruar imazhin e kompanisë pas vitesh shfrytëzimi të punonjësve të jashtëm. Dhe ata kanë prova, Artan. Kontrata, denoncime të vjetra që janë mbyllur, gjithçka. Artani u mbështet te makina, duke ndjer peshën e vendimeve të kaluara që po ktheheshin për të kërkuar llogari. Dhe ti? Pse po ma thua këtë? Sepse pavarësisht se çfarë ndodhi mes nesh, unë të pash të përpiqeshe të ishe një njeri më i mirë sot. Të pash të vije mirëqenien e një fëmije mbi perandorinë tënde. Dhe kjo meriton të mbrohet, jo të shkatërohet nga njerëz të hidhur. Ata qëndruan aty në heshtje për një moment, dhe pastaj Artani pyeti diçka që duhej ta dinte, ai viti i ri që përmende. Çfarë zbulove? Teuta e shikoi me një trishtim të vjetër, që ti jo vetëm u poshtërove atë natë. Që ty të mësuan nga njerëz që duhej të mbronin se ndjenjat ishin kurthe të rrezikshme. Dhe që ti e more këtë aq seriozisht sa që ndërtove një jetë të tërë mbi këtë gënjeshtër. Artani hyri në makinë pa u përgjigjur, por fjalët e saj bën jehon gjatë gjithë rrugës së kthimit për në zyrë. Dhe kur arriti atje, gjeti Adrian Lekën duke pritur me një propozim të ri, më agresiv, më invaziv, duke premtuar ta shndërronte Besën në simbol kombëtar të suksesit nëse Artani thjesht do të nënshkruante kontratat e duhura. Dhe për herë të parë në jetë, Artan Berisha i tha jo parave, jo mundësisë, jo rritjes. I tha jo sepse i kishte premtuar një vajze se nuk do ta përdorte. Dhe premtimet, po mësonte ai, ishin më të vlefshme se kontratat. Por çmimi për të mbajtur këtë premtim sapo kishte filluar të zbulohej. Sepse Valbona dhe fotografi nuk po blofonin. Provat po organizoheshin, gazetarët po ushqeheshin me informacione komprometuese, dhe një studi po formohej që do të testonte nëse Artani vërtet kishte ndryshuar. Apo nëse ai moment në qendrën tregtare kishte qenë thjesht një tjetër maskë e sofistikuar. Dhe Besa, duke fjetur për herë të parë në një krevat vetëm për vete, ëndërronte për foto krishtlindjesh dhe të rritur që mbanin premtimet. Pa e ditur ende se ndonjëherë historitë më të bukura janë ato që kushtojnë më shtrenjtë për t'u bërë të vërteta. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do ta ndihmonit Besën edhe duke e ditur se kjo mund të shkatëronte gjithçka që keni ndërtuar në jetë, apo do të mbronit perandorinë tuaj dhe do të largoheshit nga vajza para se të ishte tepër vonë? Na tregoni në komente. Bomba shpërtheu të enjten në mëngjes, saktësisht një javë para Krishtlindjeve. Një portal lajmesh publikoi një reportazh të gjatë me titullin "Çmimi i shpengimit, si milioneri që u bë hero ndërtoi perandorinë e tij në kurriz të atyre që thonte se i mbronte." Artikulli ishte i nënshkruar nga 3 gazetarë dhe sillte dokumente, kontrata të vjetra, dëshmi të ish punonjësve të jashtëm që kishin punuar në fushatat e grupit të Artanit. Kishte rrëfime për orare raskapitse, pagesa të vonuara, objektiva.
abuzive, punonjës që poshtëroheshin nga koordinatorë që zbatonin saktësisht llojin e trajtimit që kishte pësuar Besa, vetëm se çdo ditë, larg kamerave. Reportazhi sugjeronte se gjesti i Artanit në qendrën tregtare kishte qenë i llogaritur, një lëvizje marketingu për të shmangur vëmendjen nga praktikat e dyshimta të punës. Valbona shfaqej si burim, ashtu si edhe fotografi, të dy të portretizuar si viktima të një sistemi mizor të komanduar nga një njeri që shtirej si i mirë kur i konvenonte. Artani e lexoi artikullin në zyrë, me Ilirin pranë, të dy në heshtje varri. Telefoni nuk pushonte së rëni. Departamenti ligjor donte të padiste për shpifje. Marketingu donte të lëshonte një njoftim sqarues. Këshilli administrativ kishte thirrur mbledhje urgjente. Dhe Adrian Leka, këshilltari i imazhit, ishte fjalë për fjalë te dera e zyrës, duke thënë se tani më shumë se kur ishte thelbësore ta shndërronin Besën në ambasadore zyrtare të markës, për të provuar se angazhimi social ishte i vërtet dhe afatgjallë. Iliri ishte i pari që foli, është serioze, Artan. Shumë serioze. Ka gjëra aty që janë të vërteta, ti e di këtë. Ne gjithmonë e kemi ditur se disa kompani të jashtme i shtynin punonjësit përtej limitit. Ne bëm një syqor sepse rezultatet shfaqeshin. Dhe tani kjo na u kthye për të na kafshuar. Artani nuk i hoqi syt nga ekrani i kompjuterit, sa punonjës janë trajtuar siç u trajtua Besa ndërsa ne shikonim anash. Iliri hezitoi, nuk e kam këtë shifër. Por me siguri shumë. Përgjigjja ishte e sinqertë dhe e dhimbshme. Artani mbylli laptopin dhe shikoi nga dritarja, duke parë Tiranën të pulsonte atje poshtë, indiferente ndaj krizave personale të atyre që shikonin nga lart. Pra, ne vërtet u bëm ajo që një ditë na lëndoi. Ne ndërtuam një perandori mbi të njëjtin poshtërim që pësova unë. Iliri pshertiu, çfarë do të bësh? Artani u ngrit, mori xhaketën, do të flas me Besën. Ajo meriton ta di të vërtetën para se ta lexoj në gazeta. Je çmendur? Iliri pothuajse bërtiti. Do t'i tregosh një fëmijë se ti je saktësisht lloji i biznesmenit që lejon që njerëz si ajo të shfrytëzohen? Kjo do ta shkatërrojë marrëdhënien tuaj. Artani shikoi mikun e tij me një qetësi që të friksonte, atëherë le të shkatërrohet. Por të paktën do të jetë me sinqeritet. I premtova asaj se nuk do të gënjeja. Dhe kam ndërmend ta mbaj. Kur arriti në apartamentin në 105, Artani gjeti Fatimen duke lexuar reportazhin në celularin e huazuar nga fqinja, fytyra e zbeth. Besa ishte në balkon duke vizatuar, ende e mbrojtur nga stuhia nga pafajësia e saj. Tha Fatimja, nuk ishte pyetje. Zëri i saj ishte ndryshe, më i ashpër, më i zhgënjur se sa i zemëruar. Artani pohoi me kokë, prandaj erdha. Duhet të flas me ju të dyja. Me sinqeritet. Fatimja thiri Besën, e cila hyri nga balkoni duke mbajtur fletoren e vizatimeve. Të tre u ulën në tryezën e vogël të kuzhinës dhe Artani filloi nga fillimi, pas bukurime, pa justifikime të lira. Reportazhi që doli sot ka shumë gjëra të vërteta. Unë ndërtova kompaninë time duke kontraktuar kompani të tjera për të bërë punën e PIS. Këto kompani, nga ana e tyre, i trajtonin punonjësit në të njëjtën mënyrë siç u trajtove ti, Besa. Dhe unë e dija. Jo në detaje, jo me emra dhe fytyra, por e dija se sistemi që unë mbaja lejonte që gjëra të këqija të ndodhnin. Dhe unë nuk e ndryshova sepse ishte më fitimprurse ashtu siç ishte. Besa dëgjonte me vëmendje, sytë e mëdhenj përpiqeshin të përpunonin informacione shumë të rënda për moshën e saj. Pra, ti lejoje njerëzit të ishin të këqij sepse të jepnin para? Pyeti ajo, dhe thjeshtësia e pyetjes ishte shkatërruese. Po, konfirmoi Artani. I lejoja. Nuk isha unë ai që poshtëronte, por isha unë ai që lejonte që poshtërimi të ndodhte. Dhe kur të pash ty në atë qendër tregtare duke u trajtuar në atë mënyrë, ishte sikur më në fund pash se çfarë isha bërë. Fatimja shtrëngoi dorën e së bijës, mbrojtëse, dhe çfarë pret që ne të bëjmë me këtë informacion? Që të falim dhe të vazhdojmë të pranojmë ndihmën tënde? Që të bëhemi propaganda e ndryshimit tënd të zemrës? Artani tundi kokën, jo. Unë pres që ju të vendosni nëse ende e doni ndihmën time apo preferoni që unë të largohem. Dhe cili do qoftë vendimi, unë do ta respektoj. Por dua që ti ta dish, Besa, se nëse vendos që nuk do të më shohësh më, unë do ta kuptoj. Ti ke gjithë të drejtën të mos më besosh.
Besa qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke parë duart e saj, pastaj nënën, pastaj përsëri Artanin. Ti the se nuk do të më përdorje. The se do të ishe i sinqert. Dhe tani ti je këtu duke më treguar gjëra të këqija për veten tënde, edhe pse e di se unë mund të mos të pëlqej më për shkak të kësaj. Kjo nuk duket si përdorim. Kjo duket si ajo që premtove, e vërteta. Përgjigjja e saj preku diçka të thellë te Artani. Por Fatimia nuk ishte e bindur. Besa, bia ime, ti je fëmijë. Ti nuk ke pse ta vendosësh këtë vetëm. Dhe ju, zoti Artan, edhe pse po tregoni të vërtetën tani, nuk e ndryshon faktin se keni përfituar për vite me radhë nga vuajtjet e njerëzve si unë. Unë kam punuar në këto kompani të jashtme. Jam trajtuar si player nga njerëz që kanë rrogë 10 herë më të madhe se e imja. Dhe të zbuloj se ju ishit shefi i gjithë kësaj më bën të vë në dyshim gjithçka. Artani pohoi me kokë, keni të drejtë. Dhe unë nuk mund ta ndryshoj të kaluarën, por mund ta ndryshoj të tashmen. Mund të filloj duke audituar çdo kontratë të grupit, duke rishikuar kushtet e punës, duke prishur kontratat me kompanitë që nuk respektojnë punonjësit, duke krijuar kanale reale denoncimi. Jo sepse është mirë për marketing, por sepse është minimumi që një qenie njerëzore e denjë duhet të bëjë. Po Besa, insistoi Fatimia. Si do të garantoni se ajo nuk do të bëhet trofeu i shpengimit tuaj? Nuk e garantoj, pranoi Artani. Sepse unë ende po mësoj të jem ndryshe. Por mund të premtoj se çdo vendim që do të marr në lidhje me të, ju do ta dini më parë. Do të keni mundësi të vini veton. Do të keni zë. Dhe nëse në ndonjë moment ndjeni se po e përdor, ju më dëboni nga jeta juaj dhe unë e pranoj. Besa, e cila kishte qëndruar e qetë duke përthithur bisedën, më në fund pyeti, a mund të më premtosh edhe diçka tjetër? Çfarë? Pyeti Artani. Që do të bësh të njëjtën gjë që bëre me mua edhe për njerëz të tjerë. Që do t'i shohësh ata në të njëjtën mënyrë siç më pe mua. Sepse nëse ti ndryshove vetëm për shkakun tim, atëherë unë jam shumë e veçantë dhe njerëzit e tjerë nuk janë, dhe kjo nuk është e drejtë. Urtësia e saj që vinte nga një vend dhimbjeje të sinqert, por edhe shprese të sinqert, theu mbrojtjet e fundit të Artanit. Ai ndjeu lotët të fillonin t'i formoheshin, diçka që nuk kishte ndodhur prej vitesh, të premtoi Besa. Do të përpiqem t'i shoh të gjithë. Nuk e di nëse do t'ia dal gjithmonë, por do të përpiqem çdo ditë. Fatimia shikoi të bien, pastaj Artanin, dhe atëherë mori vendimin më të vështirë, ne nuk do të dëbojmë nga jeta jonë. Por gjithashtu nuk do të jemi alibia jote. Nëse do të ndryshosh, ndrysho vërtet. Dhe ne do të jemi këtu duke vëzhguar, jo si propagandë, por si dëshmitare. Dhe nëse kthehesh të jesh ai që ishe, ne do të largohemi dhe ti nuk do të kesh të drejtë të ankohesh. Artani pranoi kushtet dhe atëherë ndodhi diçka që asnjëri prej tyre nuk e priste. Besa u ngrit, shkoi tek ai dhe e kapi për dorë. Eja me mua, dua të tregoj diçka. Ajo e çoi në dhomën e saj, tregoi murin ku kishte ngjitur foton e fushatës së Krishtlindjeve. Unë e shikoj këtë foto çdo ditë, por nuk është vetëm për foton. Është sepse atë ditë, për herë të parë, dikush më pa vërtet. Jo si problem, jo si të mirë, por si njeri që meritonte të ishte aty. Dhe unë mendoj se edhe ti u pe atë ditë. Ti u pe duke qenë ai që je vërtet poshtë gjithë asaj gjëje të biznesmenit serioz. Artani shikoi foton, pa veten të ulur në gjunjë pranë saj, pa shprehjen në fytyrën e tij që nuk e njihte, cenueshmëri, humanizëm, lidhje e vërtetë. Pse beson kaq shumë tek unë, Besa? Ti mezi më nje. Sepse i pash sytë e tu kur më ndihmove, u përgjigj ajo me thjeshtësi. Dhe ata ishin njësoj si të mitë kur më hoqen nga fotoja. Ti e di si dhemb. Dhe kush e di si dhemb nuk ua bën me qëllim të tjerëve, përveç se nëse ka harruar. Unë mendoj se ti kishe harruar, por tani po kujtohesh përsëri. Atë pas dite, Artani u kthye në zyrë me një qartësi që nuk e kishte pasur prej vitesh. Mblodhi të gjithë drejtorët, të gjithë avokatët, të gjithë këshillin administrativ. Dhe njoftoi një sër masash që i tronditën të gjithë, auditim i plot dhe i jashtëm i të gjitha kompanive të kontraktuara, me publikim të detyrueshëm të rezultateve, krijimi i një kanali anonim denoncimi të menaxhuar nga një entitet i jashtëm. Rishikimi i të gjitha kontratave me klauzola që garantonin kushte të denja pune, dhe, më radikalja nga të gjitha, shndërrimi i një pjese të grupit në kooperativ ku punonjësit do të kishin zë në vendime.
Adrian Leka u përpoq të argumentonte se kjo ishte vetë vrasje tregtare, se aksionerët do të revoltoheshin, se konkurenca do të përfitonte. Iliri, çuditërisht, qëndroi në anën e Artanit, ndoshta është koha të fitojmë më pak dhe të flem më mirë. Vendimi u zbulua në shtyp para se të mbaronte mbledhja. Disa portale e festuan si revolucion korporativ, të tjerë e kritikuan si manovër të sofistikuar marketingu. Valbona dhe fotografi dhanë më shumë intervista, duke këmbëngulur se gjithçka ishte fasadë. Por diçka kishte ndryshuar në tonin e bisedës publike, njerëzit filluan të pyesnin veten nëse ishte e mundur që dikush të ndryshonte vërtet, apo nëse të gjithë jemi të dënuar të jemi gjithmonë versioni më i keq i vetes. Teuta telefonoi atë natë, vërtet do ta bësh këtë? Do të rrezikosh gjithçka? Artani, i raskapitur por çuditërisht në paqe, u përgjigj, do të përpiqem. Nuk e di nëse do t'ja dal. Por i premtova një vajze 9 vjeçare se do të përpiqesha t'i shija njerëzit. Dhe ajo e meriton që unë ta mbaj këtë premtim më shumë se sa unë meritoj të mbaj perandorin time të paprekur. Në javën para Krishtlindjeve, gjëra të çuditshme filluan të ndodhnin. Punonjës të kompanive të kontraktuara filluan të denonconin abuzime në kanalin e krijuar nga Artani. Disa denoncime ishin aq të rënda sa që prishën kontrata menjëherë, gjë që shkaktoi kaos operacional, por gjithashtu tregoi se kanali ishte real, nuk ishte thjesht performues. Kompani të tjera të njëjtit sektor filluan të viheshin nën presion për të ndjekur shembullin, dhe disa u dorëzuan, të tjera rezistuan. Besa u kthye në shkollë, tani me fatimen që më në fund arrinte të punonte në orare më njerëzore përmes një pune fikse në një nga kompanitë e grupit, jo në një post favori, por duke bërë atë që dinte të bënte mirë, pastrim dhe organizim. Por me kontratë të rregull, përfitime dhe respekt. Më 23 dhjetor, një ditë para pragut të Krishtlindjeve, Artani mori një komunikat nga Këshilli Administrativ, një pjesë e aksionerëve donin të detyronin largimin e tij. Thoshin se ai ishte bërë shumë emocional, se po merrte vendime të bazuara në sentimentalizëm dhe jo në të dhëna. Votimi do të ishte në janar, por mesazhi ishte dhënë, ndryshimi kishte një çmim dhe ky çmim mund të përfshinte humbjen e gjithçkaje që ai kishte ndërtuar. Artani shkoi në apartamentin në 105 atë natë, gjeti Fatimen dhe Besën duke dekoruar një pemë të vogël Krishtlindjesh që e kishin blerë me rrogën e parë të nënës. Ai u tregoi për kërcënimin e humbjes së kompanisë, për mundësinë që gjithçka të shembej. Besa ndaloi së vari zbukurimet dhe e shikoi, dhe nëse humbet gjithçka, do të ndalosh së qeni i mirë me njerëzit? Pyetja ishte e thjeshtë, por mbante peshën e një testi përfundimtar. Artani mendoi për një moment dhe pastaj u përgjigj me sinqeritet, nuk e di, Besa. Unë jam programuar gjithë jetën të mendoj se kisha vlerë vetëm nëse isha i fuqishëm dhe i pasur. Pa këtë, nuk e di se kush jam. Atëherë ndoshta është koha ta zbulosh, tha ajo, duke u kthyer të vartë zbukurimet në pemë. Sepse unë të njoh pa qenë ti shefi i asgjëje. Dhe ti tashmë je dikush. Fatimja, e cila dëgjonte në heshtje, më në fund foli, e dini se çfarë është më e vështirë për ne që kemi ardhur nga poshtë. Nuk është mungesa e parave, Zoti Artan. Është mungesa e njerëzve që na shikojnë si njerëz. Ju e bëtë këtë për vajzën time. Për herë të parë në jetën e saj, dikush i fuqishëm e trajtoi sikur ajo të kishte rëndësi. Nëse humbisni kompaninë tuaj por vazhdoni të jeni ky njeri, nuk keni humbur asgjë që ka vërtet rëndësi. Artani qëndroi aty, i ulur në dhomën e vogël të atij apartamenti të thjeshtë, duke ndihmuar një vajzë 9 vjeçare të dekoronte një pemë Krishtlindjesh 1,5 metër, dhe kuptoi se ndoshta ai ishte momenti më i rëndësishëm i jetës së tij. Jo bashkimet milionere, jo çmimet e biznesit, jo darkat në restorante të shtrenjta. Por ai moment aty, i vogël, i heshtur, real. Në mëngjesin e Krishtlindjeve, ndodhi diçka e papritur. Punonjës të kompanive të kontraktuara, ata që kishin kaluar vite duke qenë të padukshëm, filluan të ndanin historitë e tyre në rrjetet sociale, të frymëzuar nga rasti i Besës. Treguan për poshtërime që kishin pësuar, për të trajtuar si objekte të hedhshme, për të zgjedhur mes dinjitetit dhe rrogës. Dhe gjithashtu treguan për gjeste të vogla mirësie që kishin marrë gjatë rrugës, për njerëz që i kishin parë kur askush nuk i shite. Lëvizja mori një emër të paplanifikuar, më shikoj dhe mua. Dhe u bë një valë që detyroi kompani të tëra të rishikonin praktikat, jo sepse donin, por sepse më në fund po kushtonte shumë shtrenjtë, në terma të imazhit publik, të vazhdoje të ishe mizor. Artani nuk e dinte nëse do t'i mbijetonte votimit të janarit.
Nuk e dinte nëse do ta mbante perandorinë e tij apo do t'i duhej të rindërtonte nga e para. Por ai dinte një gjë, ishte parë. Besa e kishte parë djalin poshtë biznesmenit, kishte parë humanizmin që ai e kishte varrosur në shtresa ambicieje dhe frike. Dhe në këmbim, ai kishte mësuar të shite. Të shite punonjësit jo si numra në tabela, por si njerëz me histori, familje, ëndra. Të shite se pushteti pa empati është thjesht tirani e sofistikuar. Të shite se pasuria pa humanizëm është thjesht akumulim i zbrazët. Në fund të pasdites së Krishtlindjeve, Artani, Fatimia dhe Besa ishin ulur në balkonin e vogël të apartamentit, duke parë qytetin të ndiste dritat e tij të muzgull. Besa mbante foton e fushatës, atë që kishte filluar gjithçka, dhe tregoi. Fytyrën e saj në imazh, e di çfarë është qesharake? Në këtë foto, unë po buzëqesh sepse më në fund dikush më la të rria. Por tani, unë buzëqesh sepse mësova se nuk kam nevojë për leje për të ekzistuar. Unë tashmë ekzistoj, kam ekzistuar gjithmonë, me ose pa foto. Artani e shikoi atë fëmijë që kishte qenë mësuesja e tij pa e ditur, dhe tha, faleminderit, Besa. Që më mësove të ekzistoj përsëri edhe mua. Ajo anoi kokën, kurioztare, ti kishe ndaluar se ekzistuari? Kisha, pranoi ai. Isha bërë vetëm funksion, biznesmen, shef, milioner. Por njeri, qenie njerëzore që ndjen dhe interesohet dhe qanë dhe qesh vërtet, këtë e kisha harruar ta isha. Besa mendoi për një moment dhe pastaj ofroi, do të hysh në një foto me mua përsëri? Jo fushate, jo gazete. Vetëm një foto jona, për të provuar se ne ekzistojmë, të dy, ashtu siç jemi? Fatimia mori celularin, ende atë të huazuar nga fqinja, por që së shpejti do të zëvendësohej me një të sajin, dhe regjistroi momentin, Artani dhe Besa në balkon, qyteti i Tiranës në sfond. Dy të mbjetuar të poshtërimeve të ndryshme duke mësuar së bashku se të ekzistosh me dinjitet është luksi më i madh që dikush mund të ketë. Fotoja nuk u bë virale. Nuk pati miliona shikime. Nuk fitoi çmim. Por u printua dhe u vendos në murin e dhomës së Besës, pikërisht pranë tjetrës, dhe sa herë që ajo shikonte të dy imazhet, ajo kuptonte diçka të thellë. Fotoja e parë provonte se ajo kishte arritur të hynte në një vend që u përpoqen t'ia ndalonin. E dyta provonte se ajo nuk kishte më nevojë të hynte në asnjë vend, sepse ajo tashmë ishte saktësisht aty ku duhej të ishte, duke ekzistuar, duke u parë, duke pasur rëndësi. Artani nuk e dinte se çfarë i rezervonte e ardhmja. Nuk e dinte nëse do të shkarkoj nga komanda e grupit, nuk e dinte nëse ndryshimet që zbatoi do t'i mbjetonin presionit të aksionerëve, nuk e dinte nëse do të arrinte të ishte gjithmonë ai version më i mirë i vetes që Besa kishte zgjuar. Por ai e dinte, për herë të parë në dekada, se ishte gjallë vërtet. Jo thjesht duke funksionuar, jo thjesht duke performuar, por duke ndjer, duke u interesuar, duke qenë njeri. Dhe nëse kjo do t'i kushtonte gjithë perandorinë e tij, ndoshta ia vlente. Sepse perandorit shemben, fushatat mbarojnë, parat avullojnë. Por ajo vajzë, ai moment, ai mësim se të shohësh dhe të shihesh është ajo që na bën njerëz, kjo ishte diçka që asnjë krizë financiare nuk mund ta hiqte. Dhe në fund, kur gjithçka përmblidhet, kur heqim shtresat e suksesit dhe dështimit, të pasurisë dhe varfërisë, të pushtetit dhe cenueshmërisë, ajo që mbetet është shumë e thjeshtë, dikush pa dikë. Dhe në këtë akt të parit, të dy u transformuan. Besa, më parë e padukshme, mësoi se të ekzistosh nuk ka nevojë për leje. Artani, më parë i blinduar, mësoi se të ndjesh nuk është dobësi. Dhe të gjithë ne, dëshmitar të kësaj historie, ndoshta mund të mësojmë se dhurata më e madhe që mund t'i japim dikujt nuk është një vend në foto, por njohja se ai person tashmë e meritonte të ishte aty që në fillim. Sepse në fund nuk kemi nevojë për fushata krishtlindjesh për të qenë të mirë. Nuk kemi nevojë për kamera për të bërë gjën e duhur. Kemi nevojë vetëm të kujtohemi të shohim. Të shohim njerëzit rreth nesh. Të shohim dhimbjet e tyre, ëndrat e tyre, humanizmin e tyre. Dhe kur shohim, kur vërtet shohim, ndryshojmë. Dhe duke ndryshuar, e bëjmë botën një vend ku më shumë fëmijë si Besa mund të ekzistojnë pa kërkuar leje, ku më shumë të rritur si Artani mund të ndjejmë pa frikë, ku të gjithë ne mund të jemi thjesht njerëz. Me të gjitha të metat dhe gjithë bukurinë që kjo nënkupton. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ky është kuptimi i vërtetë i Krishtlindjeve që ajo fushat u përpoq të shiste por përfundoi duke e zbuluar. Nuk ka të bëjë me borën false dhe skenat perfekte, ka të bëjë me të parit dhe të qenit i parë.
me zgjatjen e dorës dhe lejimin për t'u prekur, me shembjen e maskave dhe ndërtimin e lidhjeve. Ka të bëjë me të kujtuarit se të gjithë ne, absolutisht të gjithë, meritojmë të ekzistojmë në foto. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Besës dhe Artanit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim transformimi të një vajze që donte vetëm të shihej dhe një burri që duhej të rimsonte të shikonte, klikoni butonin e pëlqimit. Abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. A keni kaluar ndonjëherë një situatë të ngjashme, ku keni qenë të padukshëm ose ku keni mësuar të shihni dikë vërtet? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, histori për njerëz real që përballen me dilema që të gjithë ne i njohim. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku një udhëtim i ri do t'ju prek zemrën dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Deri atëherë, mbani mend, ju ekzistoni, ju keni rëndësi dhe ju meritoni të shiheni.